Jam shumë e çuditur, nuk di ç'a bëhet këtu. Sot vim prapë të tokat tonë, jam policia, thus jena kriminella, thus jena më të fundit e më të marrumit, e jena në tokë tonë, na kanë kapë dhënë tonë, i thash nuk ka 5 minuta, 20-30 policia të tërhiq zvarë, thus është krimineli më i madh. Ç'a bëhet këtu mëre? Ç'a bëhet në tokën tonë? Vim këtu me drejtën tonë, shikoni sa polici ka. Shikoni. As gurk s'kena, as armë, as gjë në bën këtë gjë. Qyrë një fëmija 2 vjeç, si e kanë masakrua në mojet malit dje, me zjedh tamen, motra jeme të ullë me dhënë fëmis me hangër. Llogaritje që kanë bën dje, në djemë tanë policia, me tanë menja se na jena sklever, nuk jena shqiptar. Në radhë dytë, a ka zjo më mkatë, si me qua këtë fëmin në rajon policisë, dhe kur ka dalë mërën fëmija për rajonit, me të kërësith trupi shtatit. Po këta nuk janë policë, po janë kriminella. Në radhë tret, i baj thirrje bashkimullës. T'ja dhenë mendin koks. Mos t'a bojnë këtë popull me shku në keq. T'i banë thirrje dhe qeverisë. T'i marrin dosjet tona ndorë spaku. Gjykatat, gjitha procesione që janë shtetnore. Mos t'i korruptojnë bashkimullaj me Fatmir Shpezën dhe me ministra. Na nuk e dim se kush e ka bon. Firmos këtë punë se thonë ka firmos Belina Balluku. Na Belina Balluku kena kujtujt se pa firmos letat tona, ajo do të arrestohet. Të largohen këta policë, ta lën këtë popull qet dhe ta kalon në rrovet pasqore. Siç e shikoni, junta ushtarake e Edi Ramës ka prapë në tokën tonë. I bëjmë thirrje Edi Ramës e Bashkim Ulës të tërhiqen nga toka jonë, sepse na e kena tokën me letra, e kena tokën me të gjitha dokumentat. Bashkim Ulaj, e Fatmir Shpellza, e hienat e tij e kanë krejtësisht falsa. I lutem Edi Ramës, nëse të bien më mirë të bien këtu autoblindat, edhe tanket, sepse këtu ka krizë lufta Serbi-Kosovë. Ta morrin vesh Edi Rama, qeveria e hienat e tyre. Siç e shihni, ka kapru Albana Koqiu për me mbrojt Bashkimullën, ndaj fshatarëve të shkret. Ministra ka kapru gjithë polica këtu me mbrojt Bashkimullën ndaj nesh. Bashkimulla që është të na vill tokat tona. Bashkimulla me Sufçelen kanë thënë në zyrë vet, nuk do na marrë si pushtues, do na marrë si zhvillues. Qa ju të bë sot Bashkimulla? Përveç se të ardhme na pushtu. A ju të bë gjatë tjetër? Shkjau, stërgjyshit tem nuk ja ka baj këtë që jetu na bati sot në tokë tonë. Serbi, Turku nuk na ka baj këtë, me na vill tokën. Ti jetu o bë. Jetu o bë se ke shtetin mrapa. Por edhe na nuk jena të pafort, se jena me të drejtën e Zotit edhe drejta jonë ka me dalë.